S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Tashti, ja, pritet ma e dorë kitjen sepse doja ta shprehish sa I gëzuar je me dorë kitje që mi mbledh bashkë edhe po festojmë praninë e Perëndis edhe praninë e njëri tjetrit. Është shumë gëzim që mlidhemi të diel pas diele bashkë, edhe është tashi që është vap, më duket ora 7 është më mirë, apo jo? Mendoj që është më mirë. Shiko, gjë tjetër që jemi shumë të gëzuar është për ato që janë të ri dhe janë për herë të parë, mirë se keni ardhur, ju duam shumë, edhe duam sigurohemi që të ndjeni si në shtëpi. Për ju që jeni online, gëzojmë shumë që na jeni bashkuar dhe urojmë shumë që Zoti do ketë një fjalë specifike për ty, pavarësisht se je me telefon apo kudo që je. 3 gjëra para se të shkoj te mesazhi. Edhe gjë e parë, e di çfarë do them, është ore se çka I fest sot. Një 100+ vende të botës kanë një festë sot që quhet festa e baballarëve. Shiko, gëzuar net vetëm për ty. Sepse për ne shqiptarës qenga. Po pse la ne kemi huazu Halloween, Shën Valentine, Black Friday, e gjitha këto, pse mos ta huazojmë dhe këta? Zoti bekof shumë baballar. Edhe shiko, për ta tregu që ju dum shumë baballar ju kemi lekë kështu një majtëse Chelsea-sh. Veç është me PlayStation apo më kjo më çast. Është kështu një gjë e vockul për t'ju tregu ju duam shumë. Shiko, nënat janë shumë të rëndësishme, po edhe babat kanë bëjë çik punë. Edhe vazhdojnë të bëjnë ditë pas dite për të kujdes e për të siguruar për familjen. A e theni një lutje për baballarët që janë këtu? Atë në emrin e Jezus. Lutemi për gjithë çunat, burrat që kanë përgjegjësi familjare dhe janë baballarë, dhe lutemi për ato që janë në marrëdhënie që po shkojnë drejt kësaj gjëje në emrin e Jezus. Lutemi që do rriten për që burra me shumë rë, burra që din drejtojnë veten, që din drejtojnë familjen, edhe s'pari din të varen këtë ty ditë pas dite. Në emrin e Jezus. Amen. Amen. Kështu që fëmijë thonin ai gjë të bukur babit, nëna kujtoni kalamajt të thonë ai gjë të bukur burrave. E dyta që është shumë e veçantë edhe është ky QR kodin në ekran, do doja që gjithë të nxjerrin telefonat edhe ta skanonin te QR kodin, sepse duam bëjmë diçka të re. Duam të përgatitemi për një fazë të re për ICF-n që quhet ndërtojmë së bashku. Ndërtojmë së bashku, shiko, e ardhmja e kishës ndërtohet nga njerëz që I thonë çfarë? I thonë po thirrjes që Zoti ju ka dhënë atyre. Ky mund të jetë hapi jot I radhës, ti shkon skanon atë, edhe ajo do të çojë në një Google Form, edhe kjo është thjesht na tregon neve çfarë ka vënë Zoti në zemër. Çfarë është një gjë? Shiko, një gjë do ta sqaroj. Mos se plotson atë, sepse ka ra keq ICF-ja është në hall. Nuk është ky qëllimi. Duam të përgatitemi për lartësi të reja, edhe mendojmë që lartësitë e reja do të përgatitemi një çik ndryshe. Që do doja të gjithë ta plotsonim këtë në një cila do qoftë ato pikat që shkojnë me ty. Kështu që nëse nuk e ke skanu dot, Bora e ka printu, do t'japi një flet para se t'ikish këtë tavolina. Pse? Duam sigurojmë që gjithë e kanë hap, e kanë kuptu edhe kanë zgjedh një gjë. Edhe treta, shiko, para se të them tretën, do them një humor anglez fakt. Është ky pastori J.J. John, që unë me nusën time ndjekim dhe kemi mbledhë librin e tij për martesën, e po tregonte I humor të lezetshëm, thash, po që shkon ky me atë që ky humori I këtij me atë që do them nesër. Kështu që shiko, ishte një pastor, edhe pastori me pastorit e ka gallatat. Ishte një familje pastorale, kishte një macë të vogël. Edhe kjo macë e vogël ikën dhe nget stepema. Mundohen me kap afro degën, nuk afroje fare në botë, nuk pa e kapin dot. Që pastori, me që pastorit kanë ide, janë të papam për ide, tha shiko, do marrë makinën dhe e lidh me litar atë degën e pemës, që kur do ta tërheq avash, që kur t'ule dega I tha grus, ti zjate dorë dhe kape makinën. Ide geniale. Jo makinën, kap macën.
Se makina, këta qështë. Faleminderit. Po e ndiqni me humor, ha? Po e ndiqni me kështu me kuriozitet humor. Shiko, shkoj e lidhi litarin edhe po afroj dega, po afroj. Gati sa për ta kap macën, po i gjitha qenodhi. Pum! U këput litari. Edhe maca. Tiu! Ka që ishte humor anglis? Jo, nuk është kaq. U mërzitën gjithë, macja, u mërzitën s'ka gjë humi tash, humi. Iku ke lagja ma ta, iku nga këty shkoj të 21. Edhe pastorin e ftojnë një familje, e ftojnë për vizitë të shtëpia, edhe sa hyn pastori tek shtëpia, pa i macat vogël. Tash si të thonë të më keni vjedh macën? Jo, nuk i tha. Tha, sa macet bukur që keni? Keni kohë që keni pas të macën në shtëpia? Edhe gruaja zonja shpisa, pastor, nuk do ta besosh se qa na ka ndodhur neve. Po na trego. Ishim te Baçja, edhe çuni vogël është fiksu o do mace s'ka. Edhe i thash, nuk ka mace, jo dua mace. Mirë, që ta heqe qave, tha, i thash çunit, lutu në emrin Jezus, edhe nëse Zoti do që t'japi mace, do ta gjej. U lutëm, tha ne, ram gjujt e bari aty. Sa tha quni amen, macja nga qelli, pip, ranë. Shiko, ajo, pse përmen këtë, shiko, kur lutesh, ndodhin gjëra rastisht. Kur nuk lutesh, nuk ndodh asgjë. Edhe kjo është nxitja ime për të kujtuar se cili për nesh. Le të lutemi. Edhe në herë përgjigjja e lutjeve duket si rasti, sikur ndodhi ashtu kot. Po ishte dikush që ndërmjetësojnë lutje, edhe ajo që duam të bëjmë diel pas diele, sidomos në këtë situatë që është Shqipëria, duam të lutemi për Shqipërinë. Sigurisht që zgjidhja do vi dhe çfarë lloj zgjidhje, por ama le të ngjaj rastësisht për disa, për ne si të ngjaj. Ndërmjetësuam në emrin Jezus për këtë komb. Kështu që te media sociale për 30 ditë po hedhim hinte edhe ide se si mund lutemi, por a do lutemi bashkë që tashti për kombin ton. A do lutemi? Sepse Bibla thot, lutuni që drejtësia të rrjedhë si lumi, sa shkon ky varg me situatën ton. O atë në emrin Jezus. Lutemi për vendin ton. Edhe lutemi fiksja i vargu, sa do e dëshironim që drejtësia të rrjedhte si lumi në këtë vend. Që njerëzit drejtuesët aktual, edhe ato që po drejtojnë protestën apo kush është pas asaj, Zoti im, së pari, të mendojmë për njerëzit, mendojmë për këtë komb. Lutemi shumë atë, siç na ke thënë, luteni për ata që drejtojnë, lutemi për ata që drejtojnë. Je urtësi, o Zot, në këtë situatë vështirë. E Zot tjedi, nëse është koha për kapitull 3, Zot je urtësi palës tjetër. Ne kemi pa shumë, kanë ikë shumë, kanë ardhur shumë me njëjta gjë. Lutemi. Nëse ka ndryshim, do jetë ndryshe. Do jetë krejt ndryshe. Vetë ke thonë, kërkoni edhe luteni. Ne kërkojmë, lutemi, ndërmjetësojmë në emrin Jezus për këtë komb. Ne duam këtë vend, por nuk e duam sa që do ti. Ti e do shumë këtë vend, ti e do çdo njeri në këtë vend. Edhe ndërkohë lutemi, pavarësisht bindjeve të ndryshme, njerëzit do ta duan njëri tjetrin dhe do mendojnë tjetrin përpara kauzës apo bindjes apo çfarë lloj gjëje. Na bëjnë neva, Zot, jemi dritë edhe krip. Në emrin Jezus lutemi. Edhe do presim. Amen. Amen. Hajde shkëm të mesazhi, shkëm të seria, se jemi të seria psalmet e verës, edhe psalmet e janë, që kemi një seri shumë të veçantë. E di si duken psalmet tamam, duken si recap i Spotify. E ke parasysh edhe recapin që bëhet në Spotify në fund të dhjetorit? Edhe është, ca e kam parasysh ca jo ma domendja, po është kjo, e di si duket, është ajo lista e këngëve që i përshtatet gjendjes tënde emocionale të gjithë vitit. Edhe ajo të përshkruan ty në një farë forme. E di si janë psalmet, duken si recapi i Davidit. Që
që përshkruan gjithë gjendjen emocionale të tij, sepse shumica e psalmeve janë shkruajt nga Davidi, edhe tregojnë gjendjen e tij emocionale me gjithë ato kohët e bukura, kohët e vështira edhe gjithë uljet e ngritjet e Davidit. Edhe kjo sëri shkon fiks me gjërat që po kalon vendi jon, kjo ngarkesa emocionale, edhe lutem shumë që psalmet e verës do i përshtatet gjendjes tënde emocionale dhe do gjesh fjalin kurajimi, do gjesh fjalë që do të drejtojnë, fjalë që do të shtyjnë në hapin e radhës. Sot jemi në pjesën e tretë, edhe gjithë verës do zgjedhim psalme, do zgjedhim sepse janë 150 psalme, nëse i mbarojmë gjithë na duhet 3 vjet. Kështu që do i zgjedhim me që ishte radha ime sot, po gjithë kam zgjedh. Psalmi më të bukur kam zgjedh. Edhe të paktën një nga psalme më të bukura, edhe është psalmi 23, edhe hajde ta lexojmë bashkë 3 vargjet e para të psalmit, që është kështu. Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungoj. Ai më çon në kullota me bar të njom, më drejton pranë ujërave që të shlodhin. Sa bukur, vargu 3. Ai ma përtërin shpirtin, ai më çon në përshtigjet e drejtësisë nga dashuria që ka për emrin e tij. Ja të lëm pak këto 3 vargjet e para. Është ai ma përtërin shpirtin. Vetëm të kjo, 4 fjalë, sepse janë fjalë që t'japin shpresë. Zoti është bariu im, është një Zot që ta përtërin shpirtin, ta gjallëron shpirtin. Në gjuhën origjinale hebraike është kjo shpreha. Edhe lexohet nafshi i Jeshovev. Nafshi ka kuptimin shpirti im, ose ka kuptimin jo vetëm shpirt, gjithë qenia ime e brendshme. Ai ma përtërin shpirtin tim, ai ma përtërin gjithë ato gjën time brenda. Jeshovev ka kuptimin e përtërin, e rinovon, e kthen përsëri në jetë. Edhe Davidi po thot, Zoti ma përtërin, Zoti më gjallëron, Zoti më freskon, Zoti më e kthen edhe ato që është e thatë, e marume, e kthen përsëri në jetë. Edhe kështu e kam qyt mesazhin, edhe nga gjithë psalmi, këto 4 vargje, këto 4 fjalë do fokusohem më shumë, edhe mesazhin e kam quajtur përtërije shpirtin. Përtërije shpirtin. Apo s'ka fillu dhe kështu kohë vape, që edhe bima e dojnë qikuj të përtërihet. Imagjino shpirti i on dhe uroj shumë që ky mesazh do të nxis ty për të hapa drejt përtëritjes edhe gjallërimit të shpirtit tënd gjithë botës tënde të brendshme. Edhe Davidi i drejtohet Perëndis, si drejtohet? Davidi ka qenë vetë bari, edhe i drejtohet Perëndis krejt si bari, thot Zoti është bariu im. Edhe njerëzit i krahason me delet. Davidi ka qenë çoban vetë, e thot siç kujdesesha unë për delet, kështu ati, bariu i madh, kujdese për ne njerëzit. Edhe është shpesh e gjen të krahasim në Bibël, Jezus e tha, tufa ime, delet e mia, qengjat e mi. E ndonjëherë thu, po pse s'gjeten ai kafshë tjetër o Zot? Pse delet? Sepse kur krahasoj me delet, themi ti e dele fare, është kompliment? Jo. Po qarë, pse sa krahasoj me një kafshë tjetër, të thonte, ju e një kuajt e mi, ti e mushka ime, ose dhit e mia, pulat e mia, arit e mi, uqërit e mi, nuk ka përdor asi nga kafshët shpendet e tjera, por qëllimisht ka përdor delet e mia. E delet nuk është janë aq hishme, shpesh nuk janë aq të mençura sa kafshët e tjera, po Davidi i njihte mirë delet. Edhe dinte që shiko, natyra e delës shkon me natyrën njerëzore. Pse? Sepse së pari delet ikin kokë vet. Shpërndahen shumë kollaj, shumë lehtë, hutohen shumë lehtë. Duket ndonjëherë se si kalamajt e vegjël. Prindrit, ke parasysh kalamajt e vegjël që po si pe gjithkohës në sekond, puf, tiku nga duart. Pa pik drejtimi, thjesht do me hik. E duket edhe, ose çfarë gjë tjetër, delet trishtohen lehtësisht, lëndohen lehtësisht, ngecin lehtësisht me i ferr, edhe s'di me dal nga ferra. Ngecin me i shkurrë aty, edhe aty rrin shtremët.
nuk din të dalin, derisa duhet vi bariu t'i nxjerrë nga ferra, nga shkurra, ose nga gjëja që ka ngec. E parasysh këtë ka qenë një mema, çfarë quhet këto vijut e shkurtra. Ishte ra Delia në kanal, ky me si nxorri nga kanali. Sa nxorri nga kanali, po e gjetë çfarë boni Delia. Ra në kanal prap. Duket sigur, shiko, kurse kur lexon vargun 3, thot ai ma përtërin shpirtin. Edhe kur shkon me dike, e di me kjo shkon vargu 3, shkon me dike që ka ngec në shkure. Shkon me dike që ka ngec edhe ndihet kështu i dëshpëruar, ndihet i trishtuar, ndihet i lënduar, edhe s'po del dot nga e situatë. Është një situatë që po përsëritet. Prandaj, çfarë thot Davidi? Na duhet bariu. Na duhet bariu i mirë që të vi, të na nxjerr, të na fuqizoj, të na përtëri. Pse? Sepse Perëndia e do këtë gjë. Perëndis i intereson kjo gjë. Çfarë intereson Perëndis? Perëndia do që shpirti yt të ketë marrësi. Perëndia do që shpirti yt të jetë i përtërir, të jetë i fortë, të jesh i fortë në shpirt. Ku i gjemte? Ke 3 Gjonit, letra e 3 e Gjonit, kapitulli 1, vargu 2, ç'a thuhet? Shumë i dashur, shumë të dashur i Cefista. Unë dëshiroj të keni marrësi në çdo gjë. Lutem dhe dëshiroj që Zoti të ketë vetëm marrësi, vetëm favor në çdo gjë, në çdo drejtim. Plus kësaj, të kesh shëndet shumë të mirë. Ashtu si krahasuar me një lloj si kush, siç ka marrësi shpirti yt. Sa e bukur? Siç ka marrësi shpirti yt, edhe Gjoni i kujton, shiko, ka shumë rëndësi marrësia e shpirtit. Ne kujdesemi për trupin, ose shumica prej nesh kujdesemi për trupin, të paktën. Kujdesemi që ham, kujdesemi që bëjmë ca ushtrime, kujdesemi për mjekimet, nëse duhet marrim mjekime, ose kujdesemi a shkon kjo gjëja ngjyra e flokëve me bluzën që kanë vesh, ose këto kpucët me diçka, është kujdesemi për mendjen, lexojmë, shkollohemi, edhe shohim gjëra, kujdesemi për shumë anë tonë, kë lem më pasdore. Anën e brendshme, shpirtin e lem më pasdore. E duket sikur duam të jemi në formë nga ana e jashtme, po e lem pasdore anën e brendshme. Edhe ti e shef dikë që duket shumë top në formë nga ana e jashtme, është shkëlqen, e ti thu, kështu siç është i pashëm edhe në formë nga ana e jashtme, kështu duhet të jetë dhe brenda. Edhe shpesh dele kundërta. Ai që është më i rregulluar nga jashtë, shpesh është shumë rrëmuj për brenda, është copa shfare, e mund të ketë ngec në një shkurre. Edhe her pas here duket sikur delet edhe ne në thojza, sepse është krahasimi për ne, mund ngecim në një shkurre. Edhe shiko, sa më gjatë që rri ajo ngecja, aq më shumë shtohet stresi, aq më shpejt thahet shpresa, edhe aq më shumë shtohet dëshpërimi. Por Perëndia e di se si ndjemi, e di si jemi brenda. Prandaj është bariu mirë që vjen edhe na shpëton ne. A e di kush ishte emoji më i përdorur vitin e shkuar? Zemra. Do të jetë zemra ka mësi. Do të jetë kështu I love you, kështu gjërash. Ishte kjo gjëja. Ky ishte emoji më i përdorur në 2025. Edhe ka kuptimin si i lodhi këput fare. Kështu me, shiko, prandaj pyetja që do të bëja secilit prej nesh, është, mirë, nuk e di se nga ana jashtme mund dukemi shumë në formë, po pyetja do ishte çikshu më thellë, më brenda, edhe pyetja do ishte si je në shpirt? Si je thellë brenda? A ka marrësi shpirti jot? A është i përtërir shpirti jot? Si do i përgjigjesh kësaj pyetje? Çik më personale, çik më tutje do ishte, apo kalon kohë me Perëndin? Apo e ushqen shpirtin? Ma men fillim vitit që fillum gjithë, o burra do lexojmë gjithë Biblën. E ma men. Tash jemi për një javë, jemi gjysmë vitit. Ku jemi me leximin e Biblës? Ta themun ku jemi. 15 deri 20% e njerëzve lexojnë Biblën çdo ditë tek krishterëve. 80% e fillo derke Zanafilla kapitulli 3 e kam lexu.
Kështu që nxitja ime do ishte, s'ka gjë, rifilloje prap. Sepse ashtu siç trupi fizik ka nevojë për gjëra bazike, çka ka nevojë? Buk, ujë, ajër, të paktën. Ka për nevojë shumë gjëra, po ka këto janë si bazike. Edhe kjo është Bibla, shkrimi është buka, lutja është uji. Kemi nevojë për këto gjërat bazike të jetës tonë, kështu që është pra nxitja do ishte është nuk duhet të vej në siklet, po duhet të motivoj, sepse e di çfarë? Nëse ti e ke lënë leximin e Biblës pasdore dhe shpirti jot ndihet i tharë, shiko, edhe Davidi ndihej i tillë. Psalmi 42 vargu 5. Davidi thot: "Pse likshtohesh o shpirti im?" Nuk i thot dikujt, gruas. Po çka ke moj zemër, pse likshtohesh? Nuk i thot vetes vet. Pse likshtohesh o shpirti im? Pse vajton brenda trupit tim? Shive si ndjehet. Nëse di historitë e këtij burrit, ky është ai që vrau Goliathin, që sa bëri si u tërë, me hobe e shemin tokë. Ky është ai që është i zgjedhur për që mbret. Ky është ai që stabilizoi shtetin e Izraelit me kufi real. Ky është ky nona. Ky o më i forti për krejtve. Edhe ky ja si ndihet, pse likshtohesh shpirti im? Pse vajton brenda meje? Edhe kur lexon psalmet e kupton që Davidi ka kalu stres. Davidi ka kalu tërshtim. Davidi ka kalu depresion. Ka kalu lëngime të ndryshme. Por ama, qa bënte me këto lëngime që kishte? Shkonte te bariu. Shkonte te bariu sepse dinte, ai nuk është bari që të dënon. Ai është bari që kur nxjerr nga ferra të merr në krah. Nuk është që nxjerr nga ferra të futi dru. Çap, aty ngjeca prapë, tish. Jo, të nxjerr nga ferra dhe të merr në krah për të bashkuar te tufa. Është bari që të fuqizon, ta përtërin shpirtin. Kështu që nxitja praktike do ishte që ta kemi shpirtin kështu të freskët këtë verë, të jemi të përtërir, të jemi të fuqishëm këtë verë. 2 gjëra do të sugjeroja. Edhe para do ishte, bëj një check-up shpirtit, herë pas here. Në njërë thë, na keni sill, ma ka sill ma i dunës check-upi. Se ta ambulanca më thonë 100 herë, hajde për check-upin, hajde për check-upin, hajde për check-upin, e përzi ato analiza, ato gjëra që du të bëjmë. Por, ama edhe shpirti ka nevojë herë pas herë për t'i bërë check-up. Për ta pa orë si është shpirti, si jam shpirtërisht. Edhe shiko, a kam mbarësi shpirtim, a është i përtërir shpirtim, sepse si thuhet te Mateu 16:26. Që përfitim ka njeriu nëse fiton gjithë botën dhe pastaj humb shpirtin e vet. Është shumë i bukur ky vargu. Edhe ky varg tregon rëndësinë e madhe që ka mirëqenia e shpirtit, më shumë se çdo gjë tjetër. Edhe në gjuhën e përditshme e përdorim. Në hajde gjem ca shprehje me shpirtin, që i përdorim në gjuhën e përditshme. Mos e bëj atë gjë, mos e humb shpirtin për aq. Në shprehje tjetër, më ndihmo. Ma knaqi, çfarë? Ma knaqi shpirtin. E tjetër, ma vrave në shpirt. Çfarë është tjetër? E ke shpirtin e bardhë. Të kalali shpirt. Të kalali apo jo është konga. Shpirt madh, shpirt vogël, shpirt zi, me gjithë shpirt. Më ka ra shpirtin fund këmbëve. Njeri me shpirt. Po më plas shpirti, po më plas xhani. Shiko, me shpirtin ka kuptimin qartë, të gjithë brëndis, të gjithë gjës tonë brënda, gjithë anën e brëndshme. Shiko, kur je mirë në shpirt dhe kur shpirti jot ka marrësi, duke sikur gjërat i merr më lehtë. Ore, kur s'është mirë kjo anë e brëndshme, ç'a ndodh? Gjithë tjera duken lamsh. Gjithë tjera duken zi. Gjithë tjera duken mrapsh. Mund të kesh, mund të bësh, mund të jesh, mund të kesh ble, çfarë do lloj gjëje. Por nëse shpirti nuk është i mbar, nuk është mirë, nuk është rregull, nuk të hyn sy fare, nuk të hyn sy. Shiko, gjendja e shpirtit na ndikon si sillej me njerëzit. Gjendja e brendshme na ndikon, si marrim vendimet, zgjedhjet që bëjmë, na ndikon gati çdo gjë. Prandaj ka shumë rëndësi
si e ke shpirtin sot? Si e ke brendin tënde? A po kujdesesh për brendin, për shpirtin tënd? Është dikush me shpirt lënduar kuptohet kollaj. E di ku kuptohet? Nëse do me ditë burri e ka shpirtin lënduar, ose gruaja, ose mami, babi, ose fëmijët, sepse ai personi ja fut kot. Ja fut kot e kot prapë. Sepse nuk është terezi për brënda, edhe i merr vendime koti njëra pas tjetrës, sillet keq me tjerët, bën gafa pa lidhje. Pse? Sepse shpirti është lënduar, është i trazuar, është lëmsh për brënda, edhe nuk është në terezi. Edhe më e keqja, kur brendia jo nuk është në terezi, na ndikon mendjen. 1, na ndikon dhe shtetin fizik. 2, prandaj do kontrollu her pas here. Do bëhet check-up shpirtit si që bëjmë check-up trupit. Si është shpirti jot? Si është brendia jote? A është në paqe me Perëndin? A je i ngopur me Perëndin e ti? A ka në gjë që nuk shkon brenda teje, apo është mirë çdo gjë? Kemi nevojë për këtë lloj check-upi. Unë e kam ndarë me ju shumë her pas here, por për ne si familje dhe familjet tona ka qenë 4 vitet para Covidit kanë qenë shumë të rënda. Sepse 4 vitet e para Covidit kemi patur një vdekje çdo vit. Një person i dashur në familje, ka qenë shumë vite të rënda. Në mes tyre gjërave kishim probleme në kish me disa nga drejtuesit e kishës, kishim sfida pafund, ishte koha më e vështirë. Ai 4 vjeçar për ne. Edhe në kohë të tilla, i ligu loz me emocionet. Loz me emocionet, sepse në kohë të tilla ti ndihesh koti, e do të fajsosh veten për gjë. Ja të kisha bërë këtë më mirë. Ja pse po të kisha bërë dhe këtë. Ja pse e thash këto. Jo mos kisha thënë atë. Po sikur të kisha bërë këto, mos kisha bërë atë. Dhe shiko. E di çfarë ndodh? Ose të paktën kështu na ndodhi neve. Ndërkohë që po rëndohej shpirti, edhe trupi për zgërlaqej. Edhe trupi fizik po e vunte. Nga pagjumësia, nga keq ushqyerje dhe nga gjithë të gjërat. Sa mirë që Zoti është i mirë. Sa mirë që Zoti është bariu i mirë. Që vjen edhe të nxjerr nga shkurrja ku ke ngec. Edhe të nxjerr nga shkurrja edhe ta përtërin shpirtin. Prandaj, duhet të pyes një 20 herë sot, nuk di sa herë po. Si e ke shpirtin? Si je brenda? Apo i lejon emocionet negative të ndikojnë edhe ta rëndojnë brendin? Shiko, emocionet nuk janë gjë e keqe, por duhet mi pas kujdes, pse? Janë shumë fuqishme. Nëse emocionet dalin jashtë kontrollit, të thynë në mes. Edhe sigurisht emocionet janë kriju nga Perëndia, Krishti vetë kishe emocione, kush i di ca emocionet Krishti që janë në Bibël? Ujnatos, qau, dëshpëru, acarohe me dishepujt, a kohë se kemi kuptu? Nuk e thotë me këtë lezare. Pa e kuptoj që atësëroj me të, gëzohej, përjeton të shumë emocione, madje në kopshin e Getsemanis, Jezus ishte shumë i ngarkuar emocionalisht, edhe shkoha që sipas shkrimit, më sa kuptojmë, duke shumë i ngarkuar emocionalisht. Mateo 26, hajde shohim ç'i emocionet e Jezusit. Mateo 26, vargu 38, 39, 38 para. Atëherë Jezusi u tha atyre dishepujve të tij, ç'a i tha? Shpirti im, brëndia ime është thellësisht e trishtuar. Jam shumë i ngarkuar. E di sa? Deri në vdekje. Shumë i ngarkuar. Çuna, qëndroni këtu dhe rini zgjuar bashkë me mua. Jam keq çuna. Jam keq. Do mbasë në tensionin? Mrini afër. Jam shumë keq. Këto janë vargjet që përshkruajnë gjendjen e Jezusit të ngarkuar shumë. Madje, disa e ngarkuar ishte Jezusi, sa që edhe djersa ju bë gjak. Madje edhe mjekët thonë, për shkak se gjasat janë, që janë qarë kapilarët e gjakut që janë afër gjëndrave të djersës, edhe gjaku i ka dalë nga gjëndrat e djersës jashtë. Edhe kjo është gjendje që mund ta përjetojnë dhe ushtarët kur janë përballë një lufte ose betejë që ka një ngarkesë shumë të rëndë psikologjike, emocionale, ju ndodhe njëjta gjë.
ngarkesë e madhe, e brendshme e shpirtit, edhe i plasi gjaku i dilte gjak, nuk i dilte djerës, shumë i ngarkuar. Edhe kur Jezusi ishte kaq i ngarkuar, ç'a bëri? Po ble i heni kena të lagja. Po ku doli, boni në i gjokë, si që të sojë stresi. Pa ndeshjet, kush lë sot? Lë spaja më duket. Gjermania ka fitu mërëm. Unë jam Anglim, po gjithë e kemi qef. Shiko, vargu 39. Kur Krishti ishe ngarkum të mërësisht, qa bëri? Atere, 39. Dhe si shkoj pak për para, ra në fytyrë për tokë dhe qarë? Dhe qarë? Lutej, duke thënë, ati im, në qofë se është e mundur, largoje për me këto kupë, është shumë e rëndë. Me gjithatë, jo si dua unë, por si do ti. Qarë ndodhi me Krishtin? Ngarkesa emocionale e afroi më shumë me atin. Ngarkesa e madhe emocionale e bëri të shkonte më afër atit, më afër bariut, e lejoj edhe në fund e shprejo të që ndjem shumë keq, është shumë e rëndë kjo, por qa bëri pjesa fundit? Ju dorëzua drejtimet të bariut, ju dorëzua vullnetit të atit. Kështu ndihem, kështu dua, nëse është e mundur largoje, por jo qa thonë emocionet e mia. Jo qa thot brendia ime, por qa thua ti, jo i shtyrë për emocioneve, por i drejtuar nga ati. Prandaj, nëse dhe hetoje shpirtin të në tani, nëse dhe t'i bëje check-up, merë frim, 3 herë, drejtohu, dhe ata si lup doktoresha, ty për të matë atë rrahjet e zemrës, qa do gjente? Të më shkruajt, po, të shpirti i gjeti vetëm, ti dhe Perëndia. Nëse do bëje check-up, qa do gje? Qarë po të shtyn ty në këto kohë? Qa po drejton ty në këto kohë? Apo i lejon emocionet të drejtojnë, të kontrollojnë? Apo je duke e sjell lëmshin emocional para atit, edhe po i thua atit, ja si ndihem, ka i gëzari me këtë, ka i truni me këtë, kalamajs marrin vesh, vjera po e po, ky po e po, shefi po e po, gjithë po e po, edhe bum, gjitha para atit, edhe në fund fare, a je gati për thënë, por, ti e bariu im. Unë do të lej ty drejtimin, prap si prap. Hajde lexojmë dhe herë këto vargjet, Psalmi 23, vargjet 1 dhe 2. Bajë kështu lejoje si shi but të bjerë si për nesh, qa premtimesh. Zoti është bariu im. Asgjë nuk do të më mungoj. Është ai që më çon në kullota me bardh njom. Është ai që më drejton pranë ujërave që të shlodhin. Kjo dhe ishte nxitja ime për pjesën e parë. Lejoje bariun të drejtoj. Pse? Kjo është punë e bariut. Nëse jep ti drejtim, ke lënë bariun pa punë. Nëse i bën ti të gjitha, ti bëj pjesën tënde. Qa varet nga ty? Leje bariut të bëj pjesën që i takon ati. Perëndia gjen kënaqësi kur të drejton jetën tënde. Edhe gjen kënaqësi kur të mbron ty. Gjen kënaqësi kur vjen të shkurre ku ke ngec e të shkull të heq nga aty edhe ta përtërin shpirtin. Prandaj shko tek Jezusi. Siç bëri Jezusi që shkoi tek ati, shko te ti me gjithë lëmshin tënd, edhe lëshoj emocionet para ti dhe thuaj dhe u boft vullneti jot. Shiko, sa më gjatë rrin emocionet negative në shpirtin tënd brenda teje, bëjmë vetëm qeder. Bëjmë vetëm dëm, sepse kur rrin aty, nuk rrin kot. Emocionet e këqija kur rrin aty, lëshojnë rrej. Edhe po lëshoj rrej, a e rreja do mbi diku. Ja se thuhet tek Hebrejve 12:15. Duke kujdesur fort që askush në ICF të mos mbetet pa hirin e Perëndis. Edhe kini mendjen se mos mbi në rre e hidhur, e të turbulloj, edhe me anë të saj do të ndosni gjithë të tjerët. Shiko, rreja nuk shikohet, janë fshërë në tokë,
Por po ju shqeve, do e rrisin një gjë. Do e rrisin diçka. Që do thot? Zemërimi i pazgjidhur, i majtur për brenda, do prodhoj diçka. Mosfalja e gjatë prodhon rrej, do prodhoj diçka. Gjelozia e pazgjidhur, inferioriteti i pazgjidhur prodhon rrej, çdo formë e natyrës së vjetër. Po e majt aty kot, do kultivoj. Çfarë do bërë? Do sjell para atit. Sepse di çfarë bën rrejet? Rrejet do ta ndikojnë tokën e zemrës tënde, tokën e shpirtit tënd, e do ta thajnë shpirtin. Por kur ti flet Perëndis për këto emocione, edhe e le ato të drejtoj, ai do t'i marr ato. Sepse kur ti kërkon falje, ai fal edhe pastron. Edhe do të zëvendësoj me emocionet e mira. Që janë? Të jep siguri, të jep paqe, të jep shlodhje, të jep identitet të ri, edhe në vend të besimit, në vend të frikës, të mbush me besim. Edhe në vend të dëshpërimit, të mbush me shpresë. Edhe në vend të stresit, ankthit, të mbush me gëzim. Edhe prandaj tha Davidi, kur tha pse likështohesh o shpirti im? Pse vajton për brenda? Edhe nëse do e vazhdoje këtë logjik, duke sikur shkon poshtë, e përposhtë. Pse likështohesh o shpirti im? Pse vajton për brenda? Shpirti im ka shku fund konve, vdisha, varova, jetë, mizerje. Si vazhdon vargu? A vazhdon kështu? Ai e shprehu atë që kishte, por nuk e la aty. Kthehemi te Psalmi 42 vargu 5. Pse likështohesh o shpirti im? Pse vajton brenda trupit tim? Kaq ishte gjysma, sepse gjysma tjetër si është? Gjysma tjetër është, kjo është pjesa e parë se si ndihem, pjesa e dytë është ç'a besoj. Edhe pjesa e dytë ç'a është? Shpreso te Perëndia. Sepse unë do të kremtoj, unë do të lavdroj, unë do të këndoj akoma për çlirimin e pranisë. Shpreso tek bariu yt. Edhe çfarë thot Davidi, vetëm prania e tij, vetëm që e di që e kam afër, vetëm kjo më çliron. Prandaj do të këndoj këngë të reja. Dhe çfarë dallon te ky vargu? Davidi flet pavarësisht se si ndihet, flet fjalë jete. Shpall premtimet e Perëndis, kur edhe në gjendjen e tij më të vështirë. Prap, flet fjalë jete. Nuk e pa situatën ku ishte, sa i likështuar, sa i stresuar, kë është fundi, mbaroi gjitha, por pastaj tha, u ngrit, shoh shpresë, edhe vetëm fakti që prania e tij është afër, gjëja do të çlirohet, edhe unë do të këndoj, do të lavdroj Perëndin. Pra së pari, cila ishte e para? Bëj rregullisht check-up shpirtit tënd. Bëj check-up. Ktheu te rutina jote e kohës me Perëndin. Ajo është koha kur ne bëjmë check-up. Se kur lexon shkrimin, Perëndia të flet ty. Kur lutesh ti flet atij. E di që është koha e verës, është shumë lehtësisht për tu hallakat, por kjo është e nevojshme për ne. Edhe e dyta, pasi i ke thënë lëmshim tëm Perëndis, bëje si Davidi, shpalli premtimet e Perëndis. Edhe kur ti lexon Biblën, ke përgjet premtime. Kur ti kalon komete, ai do të flasi ty. Edhe shpirti do përtërihet, do mbushesh. Edhe e di çfarë ndodh kur ti mbushesh? Mateo 12:34. Mateo 12:34 thot, kur ti mbushesh me premtimet e Perëndis, sepse çka zemra? Tada. Jam gjithë fjalë inkurajimi, edhe fjalë fuqizuese, edhe fjalë premtimet e Perëndis. Pse? Sepse jam mbush pikmjesit. Edhe e kam mbush këtë shpirt plot, edhe goja më nxjerr shumë kollaj. Sepse çka ka në zemrën tënde, çka ka në shpirt, ajo do dali. Nëse mund ta thoje me zë të lartë, çka ke në shpirt tash? A do të thoje me zë të lartë? Jo, mos e thuj, po e zem sikur. Nëse do ta thoje, edhe je vetëm ti. Edhe ta thoje, unë ndihem në shpirt çfarë? Çka zemra, qet goja? Çfarë do kishte thënë? Çfarë do kishte thënë? Pyetje për ty.
Çfarë thua ti shpall për të ardhmen tënde? Çfarë shpall për kalamajt e tu? Për familjen, për burrin, për gruan, për punën, për shkollën, për këtë vend. Davidi ndjej i ngarkuar, i kishte ik zari, i kishte ik truni, por pastaj ç'a ndodhi? U kthye te Perëndia. Edhe unë të shpresoj tek ai dhe filloj duke fol premtimet e Perëndis. Çfarë thua ti për veten tënde, për familjen tënde? A thua, ky burr im s'bëhet më, kjo gruaja ime gjithë thirrën domandsi. Këto kalamajt e mi, këto kanë gjanga fisi grus, këto kanë gjanga fisi burrit, varet se kush e thot. Ose këto nuk bëhet, kjo punë është mizerie, kjo shkollë është ferr, kjo jetë këtu. Çfarë fjalësh nxjerr? Qa ka zemra? Qëtë goja. A është mbush zemra që të nxjerri ato tjerat. Edhe që të kesh fjalë bekimi, kujdesu çfarë fut brenda në zemër dhe në mendjen tënde, sepse po nuk hyn brenda, ç'a do dalë jashtë. Është, shiko. Imagjino sikur je vetëm te kafja e lagjes, ose je te divani ku ulesh gjithmonë. Ama këtë përfiksim, që i thua vetes? A ke fjalë premtimi, fjalë shprese, fjalë bukra për veten tënde? Që i thua vetes kur je vetëm? Si ja si thuhet, fjalë të urta 23:7. Ashtu siç mendon njeriu te kafja e lagjes në zemrën e tij, ashtu është ai. Mund të jesh duke e fuqizu veten, sepse e bazon të premtimet e Perëndis, të ajo që ka thënë shkrimi, edhe shpall, ose mund t'jesh duke e dëmtu veten. A flet fjalë shprese, fjalë qëllimi, fjalë besimi, apo fjalë frike, pasigurie, dyshimi. Shiko, nëse në këtë moment mund t'jetë dikush që ka dominoj mendimet negative, e di që do t'i bësh mendime negative, bëj ato që thot Bibla, 2 Korintasve 10:5. Ka mos e dini këtë vargun përmendsh. Edhe thot kështu, 2 Korintasve 10:5 thot që të hedhim poshtë mendimet dhe çdo lartësi që ngrihet kundër, që është ndryshe njohjes së Perëndis. Hidhi edhe e di si mund t'i dallosh kush janë mendime jo fort mira edhe të mira, nëse janë nënshtron çdo mendim dëgjesës Krishtit. Që do thot kjo? Pyet e veten, këto mendimet, a janë siç mendon Krishti për mua? Qa mendon Krishti për ty? E vërteta është, ti je bler me gjakun e Krishtit. Vlera e diçkaje, nga varet vlera e diçkaje? Sa e ka etiketën? Sa lek janë pagu për te? Mund të kesh ble grus ose shoqes një unaz që ngjashme e ke ble një këtë tema ose këtë gjambo, edhe është një lloj siç mund të jetë një unaz që e blen argjendari. Edhe ku është ndryshimi, sepse duket një lloj, si kjo e temës, si kjo e argjendarisë. Nga çmimi, sa është pagu për atë. E di sa është çmimi që është pagu për ne, kush e di? Emi bler me gjan më të shtrejt në botë, me gjakun e Jezu Krishtit. Që do thot qarë? Etiketa jote, vlera jote, është shumë e lartë. është shumë e lartë. Edhe nëse mendimet që ti ke për veten tënde nuk ka lidhje me atë që Krishti thot për ty, ç'a thot vargu? Hidhi poshtë. Edhe mos i lër të lodhin shpirtin ato gjërat negative, depresive. Hidhi poshtë, thot 2 Korintasve. Dhe sepse shkrimi thot, hidhi ato poshtë edhe mbushe mendjen me disa të tjera. Edhe ky vargu, që me gjasa shumica për është e di përmendsh, ky vargu është për të printu edhe për të vënë të pasyre e bajës. Jo pasyre në mes e do të shofish, anashqik, ose dhe muri, që sa herë që është mjesa dhe la sytë dhe la dhamë, të letësësht të vargun. Filipianët 4:8. A është i bukur? Së fundmi vëllezër, ma duhet dhe motrat. Së fundmi vëllezër dhe motra, të gjitha gjërat që janë të vërteta,
Të gjitha gjërat që janë të ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të pastra, të dashura, nëse ka ndonjë famë të mirë, nëse ka ndonjë virtyt, nëse ka ndonjë lëvdim, këto mendoni. Këto fut brenda në kokën dhe në shpirtin tënd. Kur kalon diçka thuj, a është e vërtet kjo? Jo, më duhet ja fut kotaj. A është e mirë kjo? Po, kjo është e mirë. Është si filtr para mendjes tënde. Këto janë filtrat që na ndihmojnë neve çfarë është e mirë për ta ushqyer shpirtin dhe për ta mbushur shpirtin dhe çfarë është. Kjo është nxitja ime me këtë psalm edhe këtë mbrëmje. Lejoje frymën e shenjtë që të mbush me jetë, që ta përtëri shpirtin, që ta përtëri jetën. Bëj check-up rregullisht shpirtit tënd. Sa herë që ke kohë me Perëndin, edhe shpalli premtimet e Perëndis çdo ditë para çdo situate, sepse ti e di kush i ka premtu, ti e di kush i ka thënë, ti e di çfarë mund të bëjë ai që i ka thënë. Hajde bëjmë një gjë ndryshe. Çojmë në këmbë edhe lexojmë këtë psalmin të gjithë bashkë, nga fillimi deri në fund, si mbyllje. Nuk di e lexon dot aty, po të vlerësoj nëse çojmë gjithë në këmbë edhe lexojmë të gjithë një zëri. A lexojmë bashkë? 3, 2, 1. Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungoj. Ai më çon në kullota me barë të njom, më drejton pranë ujërave që të çlodhin. Ai ma përtërin shpirtin, më çon në përshtigjet e drejtësisë, nga dashuria që ka për emrin e tij. Edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekje, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua. Shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemrën. Ti shtron para meje tryezën në prani të armiqve të mi. Ti vajos kokën time me vaj. Kupa ime po derdhet. Me siguri, pasuri dhe mirësi do të më shoqërojnë të gjitha ditët e jetësime. Dhe unë do të banoj në shtëpinë e Zotit ditë të gjata. Amen. Le të lutemi ashtu në këmbë si që jemi. Le të rrim këmbë dhe të adhurojmë me lutje në këtë moment. Falenderojmë atë që na ke mbledh bashkë. E ti kishe një fjalë për secilin prej nesh. Edhe doja në këtë sekond atë fjalë që Perëndia të ka thënë ta kthesh në lutje. Shiko, ky është momenti jetë ndryshues i gjithë festimit. Dëgjuam disa këngë që na kujtojnë premtimet e Perëndis, që largojnë stresin e javës e na ndihmojnë të përqendrohemi te ty. Dëgjuam këtë mesazh e ndërkohë që dëgjuam frymë shejt i shërbeu secilit, sepse ai e di gjendjen e secilit. Dhe tash është momenti jetë ndryshues. Kur ti e merr atë që fryma e shejt të ka thënë, edhe e kthen në vendim. Edhe e kthen në hap praktik për të bërë diçka me atë. Pra e dua të nxis ty tash. Hidha atë hap. Cila është gjëja që fryma e shejt ka qenë duke të thënë ty? Nëse është kohë që s'ke kalu, u bë kohë e gjatë që s'ke kalu kohë me Perëndin, s'ka gjë. Thuaj ati atë, do të kthehem prapë. Të ato kohët e bukura që kalonin bashkë të mëngjes. Sepse kujtoj se sa bukur më flisjen e përmjet shkrimit, edhe unë ta zbrazja gjithë brendin tim me ty. Më ndihmo frymë e shejt ta vazhdoj këtë lloj disipline gjithë verës. Nëse ndjehesh i ke ngec ndiku në shkurrë, kërkoj ndihmë bariut. Thuaj, ti e bariu im. Më nxirr nga ky lëmshi emocional, më nxirr nga kjo situata ku jam. Ti e di eksakt çfarë po të ndodh ty. Ti më njoh sot.
E lutem shumë që se cili prej jush do të shpall një premtim. Pjesa e dytë e mesazhit ishte shpall premtimet e Perëndis. A të shpallësh një premtim në atë zonën e jetës tënde që është më e brisht për momentin. Ndoshta situata me kalamajt s'është e mirë, janë adoleshent apo çdo lloj gjë, thuaj shpall një premtim për ato fëmijë. Ato besoj që ti mi ke dhënë, edhe ti do t'i mbrosh nga e keqja, edhe do t'i ruar si sytë e ballit. Nëse ka një tension në familje mes burrit dhe gruas, shpall fjalë bukura për burrin tënd, për gruan tënde. Thuaj atë, ti më ke sjellë në beslidhje me atë njeri. Më ndihmo ta ndëroj beslidhjen e ta dua shumë gruan time, burrin tim. E nëse kena i tension, çdo lloj gjë, çdo lloj fushë të puna, të shkolla, cila është më e brisht, shpall fitore, shpall diçka të bukur për atë. Zot ti thua çka zemër nxjerr goja, na mbush zemër me praninë tënde. Na mbush zemër me premtimet e tua. Sepse e duam këtë lloj jete që përshkruan shkrimi. E duam këtë lloj gjëje që thot shkrimi. Të kemi ty si bari që na drejton e na çon nëpër ara, nëpër vende të freskëta me barë të njohur me ujë që të shlodh. Në emrin e Jezus. Këtë e dua për familjen time. Këtë e dua për jetën time. Zot, faleminderit që na freskon me fjalën tënde, me praninë tënde. Na fuqizo që çdo gjë që do sjell java nga e hëna deri dielën tjetër, na fuqizo. E na mëso si Krishti vet, që të vim ke ty dhe themi, atë kështu ndjem edhe kështu ndjem edhe kështu ndjem, por unë do të besoj ty, por unë e di që ti je në kontroll. Unë do të dorësohem vullnetit tënd. Faleminderit Jezus. Faleminderit Jezus. Faleminderit Jezus. Ko banda ka ardhe, do këndojmë një këngë edhe nuk do doja ta mbyllë lutjen, do doja akoma të lija në këtë ndjesin që nëse do të lutesh, vazhdo lutu me fjalët e tua, me fjalët e këngës. Edhe kur mendon që e ke marru bisedën me Atin, thuaj, Ati sjell gjithë të gjëra në emrin e Jezus. Le të adhurojmë edhe le të vazhdojmë lutemi.